Dekalogu Kuqezi po vjen për ju. E kanë fjalët për aktorët dhe humoristët tashmë shumë të njohur për të gjithë ju stupcat. Vedati, Osmani dhe Mensuri kanë vendosur që kësaj radhe të bashkëpunojnë me Digitalbin dhe disa aktorë të Portokallis. Një gjë është e ditur, kemi mu shkritu qesh. Në vazhdim ju sjellim prapa skenat e këtij seriali, e mos u largoni, pas pak vjen premier edhe videoklipi më i ri nga tingulli trend, Jasha. Qëndroni me ne. Ku më kanë lënë kundër më doj? Jemi mësuar që gjithmonë të argëtohemi me batutat e tyre që nga viti 2002, kur debutua në ekranin e radio-televizionit të Kosovës. Shpesher duke shfrytzuar aktualitetet, ata nga jeta reale çdo situatë e shndrojnë në komedi dhe humor. Jasha nuk po thom, veç me dal para popullit, edhe me të reguar drejt, edhe qartë se çfarë ka bo kjo parti për këtë popull. U rënosh, i sa të komunësia dhe fuqi. Rënosh. Nëse i përmendim politikanët si Jakub Krasniqi, Bexhet Pacolli e të tjerë, menjëherë na kujtohet se prapa këtyre emrave qëndron edhe dikush tjetër, e ata janë stupsat humoristët më end të momentit. Edhe një kusherim apat e morën punë në Rusi, s'ta harojone. Ja ke mu shpinë plët buk. Cambiano. Jakob që e morë që të t'luna. Peti për pasir. Teta Gjyli, Axha Shnesh dhe Liku janë karakterët tashmë më të famshëm të cilët i kemi parë hiç më larg se në serialet e fundit Amkademiku dhe Exheli. Ka dale gati, jo mos i qelë sytë, më qelë sytë. Më mëseni ka. Ka dale. E stupsat godasin sërish, ata rikthehen me serialin më të ri, Dekalogu Kuqezi, me regji të Altin Bashës dhe skenar të ndarë në dysh, një pjesë nga vetë stupsat dhe pjesa tjetër nga Florian Binaj. Javën e kaluar, Prive udhtoi drejt Prizrenit për të takuar aktorët më të mirë shqiptar në prapaskenat e këtij seriali. Qysh në pjesën e parë të këtij seriali ndihet fryma e bashkimit kombëtar. Ministritë e Arsimit të dy vendeve fqin takohen në lidhjen e Prizrenit për të unifikuar plan programin arsimor. I kemi edhe 4 pjesë tjera të telefilmave, tash të shkurt. Është skenari i parë, subjekti i këtij skenari të parë janë takimi i dy ministrive të arsimit të Shqipërisë dhe Kosovës. Është unifikimi i plan programit arsimor. Janë edhe 4 tema që i kemi të përbashkët, kështu Shqipëri-Kosovë, xhirimet po shkojnë mirë, atmosfera është e mirë. Bashkëpunimi i stupsave me Digital dhe aktorët nga Portokalli formon një ekip të gjerë, e cila përveç kolegialitetit ndajnë edhe miqësi në mes vete. Ky serial ka bashkuar njerëzit më të vullnetshëm për punë. Çunat përveç se jemi aktor në serial, jemi dhe miq me njëri tjetrin dhe kjo e bën akoma edhe më miqësore atmosferën. Gjithçka po shkonte në rregull edhe për Altin Bashën. Bashkëpunimi në mes shqiptarëve është bërë normale për regjisorin, madje në çdo projekt që ai nis, një nga vëmendjet kryesore për të mbetet Kosova. Zleroni, Satkio, Irini, edhe Muja. Ideja është që gjithmonë më shumë ai integrimi jon po shkon përpara dhe sa më shumë shkon përpara integrimeve shqiptarëve, aq më shumë aspekte të reja të këtij integrimi paraqiten para nesh. Dhe sigurisht që kjo e bën interesante për publikun në Shqipëri dhe në Kosovë, paraqitjen e problematikave apo të situatave që mund të lindin nga integrimi përbashkët. Përshtatja në role tashmë është bërë rutinë për aktorët. Rolin e këtë pjesë është një shkencëtar i gjuhës shqipe, një studiues i cili rri gjithë ditën mbi libra, prandaj ka edhe këtë mjekër kështu tipik si shkencëtar. Është gjuhëtar jam, profesor, pedagog, veteriner.
E ministrat përveç seriali din të jenë komik edhe në intervista, edhe pse karakteret e tyre duan të mbeten surprizë për publikun, Vedatit dhe Osmanit në asnjë moment nuk ju mungon sensi i humorit. Po gjirojnë mrapa, kështu që mos ju pengojmë. Cila ishte pyetja? Kung Fu edhe Unë një maha. Zotëri Osman, si po kanë në këtë nxjerrim? Gjendemi në set të zhvillimit për momentin. Ajo të shkua? Hajde vazhdo pak. Gjendemi në set të zhvillimit. Për momentin është të xhiru skena tjetër, po flasim me ton të ollët. Kështu që përndrysh është një projekt Stupcat dhe digital. Për momentin jemi në skenën e 12, që mund na flet edhe zotëri Osmani. Përndryshe gjendemi në objektin e lidhjes Prizrenit. Këto është episodi i parë që kemi filluar që 2 ditë që tha edhe Vedati. Kështu që ju dëshirojmë suksese, që doni pja u sillni një herë mikrofonin. Suksese Klan Kosova. Skena 25 dubël 2. Rruga Tiranë-Kukës është lokacioni për telefilmin e radhës, ku do të zhvillohet situata e turistëve të Kosovës që shkojnë në Shqipëri dhe që kanë nevojë për asistencë dhe për ndihmë nga vëllezërit e Shqipërisë. Ky serial do të ketë 10 filma televiziv me metrazh të mesëm, ku aktorët do të jenë të njëjtit vetëm se karakteret do të jenë ndryshe në çdo telefilm, ndërkaq xhirimet pritet të mbarojnë brenda 2 muajve. Duke shfrytzuar freskun e mbrëmjes në Prizren, ne i lamë për të mbaruar episodin e parë të dekalogut Kuqeze.